Partia Demokratike shpalli koalicionin e quajtur për Shqipërinë Madhështore, por për te emrit koalicionit që frymëzohet nga Trump, Make America Great Again, i cili ka edhe ky vend për debat, ajo që ishte problemi i vërtet ishte pikërisht pjesëtarët e koalicionit. Në fakt, Partia Demokratike ka bërë koalicion me disa individ, disa prej tyre janë edhe shesharak dhe jo me parti politike. Shumë prej atyre partive politike me të cilat Partia Demokratike shpalli koalicionin kanë pushuar së qenie të tilla. Përveç Partisë së Lirisë, e cila mund të ketë ende ndonjë votë, të tjerat kanë kohë që gjallojnë në listat e Partisë Demokratike dhe asgjë më shumë se kaq. Shumica prej tyre, ndoshta të gjitha, nuk kanë më struktura politike, nuk kanë më organizime politike që të plotësojnë kushtet për të quajtur parti politike. Në fakt, ajo që pritej nga Partia Demokratike ishte një koalicion me shoqërinë shqiptare dhe jo me disa individ që kanë pothuajse 30 vjet që janë në skenën politike dhe në zgjedhjet e fundit kanë përfituar nga logoja e Partisë Demokratike për të zgjedhur si deputat. Nuk ka dyshim se Sali Berisha është treguar zemërgjer me ta, dhe këtë gjë e ka bërë vetëm për faktin se këta persona që drejtojnë këto parti i kanë qëndruar besnik atij në skenën publike politike shqiptare në vitet e fundit kur ai ka qenë në vështirësi të mëdha. Dhe ndoshta ky shpërblim është thjesht shenjë mirënjohje dhe nuk ka një logjikë elektorale. Pas 12 viteve në opozit, pas një pushteti të konsumuar të qeverisë, ajo që pritej nga Partia Demokratike ishte një lloj tjetër koalicioni, më frymëzues, më i hapur dhe me njerëz të rinj. Lista e vendeve të sigurta në Tiranë duket tashmë e plotësuar me aleatët e Partisë Demokratike dhe politikanë të saj që janë njerëz të stërkonsumuar të politikës. Partia Demokratike kësaj here kishte detyrimin dhe mundësinë për t'u paraqitur shqiptarëve njerëz të rinj, personazh të spikatur të jetës publike, profesionistë që aspirojnë të kontribuojnë për Shqipërinë dhe me sa duket në Tiranë të paktën nuk do ta realizojnë dot. Madje edhe ata pak të rinj që dolën fitues në primare me të gjitha gjasat nuk do të jenë vendet sigurta për t'ia lënë vendin njerëzve që vetëm kanë përfituar politikisht për shumë kohë nga Partia Demokratike, pa i sjellë asaj asgjë në këmbim. Për te i këtij fakti, Partia Demokratike dhe Sali Berisha nuk bën asnjë hap konkret për të afruar rreth saj partitë e reja politike të cilat me të gjitha gjasat kanë një pëlqyeshmëri më të lartë se sa njerëzit që Berisha ka afruar në listën e PD-s. Ka pasur ndonjë thirrje sporadike publike të Berishës për bashkim opozitar, por asgjë konkrete në këtë drejtim. Kështu që Partia Demokratike në zgjedhjet e 11 maj do t'i ofrojë shqiptarëve të njëjtit njerëz dhe të njëjtën retorik pa ndryshuar asgjë, edhe pse ka 12 vite opozit, edhe pse premton ndryshim për ta bërë Shqipërinë madhështore, të cilën e premton me njerëz që kanë patur në dorë dekada me radhë për ta bërë dhe se kanë bërë dot, përkundrazi kanë qenë problemi i zhvillimit të saj.